Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur jorë, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 6 të shpatës. Një mesazh plot shpresë. Është letra e tranzicionit shpirtëror dhe emocional, që tregon që keni bërë një rrugë të gjatë duke u larguar nga dhimbja drejt një paqe të re. Në këtë imazh ky prift, hoxh, budist, ky njeri, ju në fakt, mediton mes shpatave, ndërsa në horizont duket drita një agimi të ri. Gjithçka flet për largim të qetë, por të thellë. Jeni duke lënë pas një periudhë të vështirë të dashur jorë. Nuk jeni më në luftë apo betejë, çfarëdo që të keni përjetuar apo jeni duke përjetuar akoma. Tani është koha për të gjetur paqen dhe për të rikthyer tek vetja. Lejoje veten të shërohesh edhe nëse je ende në tranzicion. Rruga përpara është shumë e butë siç keni patur, duke i lënë trazirat pas vetes dhe duke u drejtuar ujërave më të qetë. Disa plagë nuk harrohen, por ti mund të zgjedhësh të mos jetosh më në to. Ky udhtim mund të jetë i brendshëm, një kalim nga ankthi në qetësi, nga konfuzioni në qartësi, të dashur ujor.